shkurtë e Feza befason fansat, publikon këngën e vjetër me Shyrit e Belulin pas shumë vitesh. Për habit e fansave, këngëtarja e njohur e muzikës popullore Shkurtë e Feza ka publikuar në kanalin e saj zyrtar në YouTube një këngë të vjetër, ku shfaqet krajsh kolegës dhe mikës e dikush me Shyrit e Beluli. Kënga mban titullin Shpresa në fitore dhe është realizuar shumë vite më parë në kohën kur dy artistët bashkëpunonin ngushtë dhe ishin ndër figurë më të pëlqyera të skenës muzikore shqiptare. Ky veprim i Shkurtë e Feza ka befasuar publikun, pasi dihet se në një periudhë të caktuar të karrierës së tyre, marrëdhëniet mes dy këngëtarëve ishin ftohur. Megjithatë, publikimi i kësaj këngë duket si një rikthim nostalgjik dhe një kujtim i bukur nga koha kur ato ndanin skenën me shumë dashuri dhe harmoni artistike. Fansat kanë mirëpritur këtë gest duke komentuar si një shenjë respekti dhe vlerësimi për të kaluarën e artë të muzikës popullore shqiptare. Në komente janë shfaqur shumë ndjekës se kanë vlerësuar zërat e fuqishëm të dy ikonave, duke kujtuar periudhën dhe bashkëpunimet e tyre që ishin ndër më të kërkuarat në kohë. Shkurtë e Feza me dekada në skenë vijon të mbetet një prej figura më të respektuara të muzikës sonë, ndërsa ky publikim tregon edhe një herë lidhjen e saj të fortë me rrënjët dhe historinë e muzikës popullore. Publiku duket se ka pritur me nostalgji këtë rikthim të papritur që solli shumë emocione dhe kujtime të bukura për të gjithë adhuruesit e saj. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.